Një i moshuar shqiptar zbuloi se kishte kancer, por e zbuloi shumë vonë dhe dëgjoni se çfarë ndodhi. Ja u këshilloj që ta dëgjoni deri në fund dhe do të dëshiroja edhe mendimin tuaj, sepse të kuptojmë se çfarë ndodh me njeriu, çfarë ndodh me mendjen e njeriu dhe në çfarë bote jetojmë. Kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende bëj një like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. E njoh zotërin sepse ishte me origjinë nga zonat tona, nga zona ime. Dhe djali i tij, që e njoh shumë mirë, kemi biseduar gjatë dhe më ka treguar këtë historinë kur ndodhi fakti. Atëherë, zotëria jetonte në fshat. Jetoi në fshat dhe në një e keni parasysh si jetoi atëherë. Që ishte, le të themi, ishin të gjithë njësoj. Le të themi që ishin të varfër që të gjithë. Dhe ai, ç'është e vërteta, nuk është se pinte duhan, por herë edhe ndiste në një duhan. Pra nuk ishte një duhan pirs i përditshëm. Njëkohësisht edhe për të ngrënë, hante ato çka gjente. Por kishte një gjë, që ai punonte arat, punonte baçën, që kishte përpara shtëpisë. Pra ishte aktiv si njeri. Megjithatë, ai kishte 6 fëmijë, por njëri nuk jetoi më, me fjalë vdiqi i vogël, dhe 5 fëmijët e tij u rritën në ambientin se si ishte rritur ai, pra të njëjtat kushte. Pse po them të njëjtat kushte? Sepse për të kuptuar që nuk ishte një njeri që kishte informacione ose kishte mundësi që të ishte më i ditur. Më falni që e them kështu, po ashtu ishin dhe rrethanat atëre. Dhe kështu që edhe duke ngrënë për shembull bënte duar të pis pse kishte problem. Dhe kjo gjë me kalimin e kohës ndoshta i krijoi imunitet trupi, nuk dihet se si. Por e vërteta qëndron që ai nuk shkoi as edhe një herë tek mjekët. As edhe një herë. Kaloi kohë. Në fakt, atij i vdiq gruaja kur ai ishte 70 sa vjeç. I vdiq gruaja. Në fakt, 73 duket, vdiq gruaja e tij dhe ai mundua që të este përpara vetë. Normal që kishte edhe fëmijët, me fjalë ndonjëri shkonte vajza, dëgjojeni me kujdes, është shumë interesante. Po ju tregoj sepse duhet i treguar historia me ecurinë e jetës së tij dhe çfarë hasi ai dhe në fund fare pastaj surpriza e madhe. Ai kishte kontakte me fëmijët, fëmijët shkonin atje, ndonjëherë një vajzë, ndonjëherë tjetra, ndonjëherë edhe këto nuset e pastronin, po ai donte që nuk donte t'i përzjente. Me një fjalë thoshte, shikoni punën tuaj, s'ka problem. Dhe mundohesh që t'i bënte vetë. Në fakt, edhe ndonse ishte i moshuar, ai se kishte problem sepse ishin spostuar nga fshati, me kalimin e kohës u spostuan, shkuan në një vend tjetër dhe në Vlorë. Dhe kështu që ai mundi që të kishte një lavatriçe, të kishte brenda në shtëpi, po them, dhe ndërtuan shtëpinë se morën kishin zënë ca tokë atëherë, si e mbani mend ju në Vlorë, dhe pastaj me kalimin e kohës bën dokumenta dhe si përfundim, ai jetonte në një nga ato shtëpitë që janë në periferi kështu, dhe me lagështi, sepse një vend me lagështi nuk i bëri merimetime ashtu siç duhet, edhe bazat kur i hodhi të shtëpisë nuk vuri siç vën sot për shembull nga këta si quhen për t'i rezistuar lagështisë, plasmase apo çfarë janë ato shkumat deti, nuk e di sepse unë nuk i di këto. Megjithatë, ai jetonte le të themi në katin poshtë, sepse sipër jetonte një nga djemt, jeton ende sot dhe ai jetonte, si të themi, në lagështi dhe njëkohësisht në një jetë ashtu siç bënte edhe në fshat. Ndonse kishte ndryshuar pak, sepse sidoqoftë ai baçe kishte aty përpara shtëpisë, e ka akoma dhe e punonte. Bënte ndonjëherë domate, zarzavate, ndonjë gjë të tillë kështu. Dhe ai nuk pati asnjëherë frikë, sepse edhe kur i vdiq gruaja e tij vdiq nga infarkti dhe ai nuk pati asnjëherë frikë. Kur të vi thoshte vdekja, unë këtu jam, thoshte gjithmonë kështu, është e çuditshme. Me një fjalë, ai nuk kishte asnjëherë shprehur frikë, nëse do të përballesh me një sëmundje apo këtë diu. Por e vërteta ishte që ai nuk shkoi asnjëherë tek mjeku. Asnjëherë. Nëse kaloi
kaloi koha, ai martoi të gjithë fëmijët, u bën me mbesa me nipër dhe një ditë mendoi që të shkonte tek një vllai i tij dhe të bënte disa punë tek ai. Me fjalë, kishte në fshat, kishte disa gjëra, më duket hardhit, që t'i krasiste gjë e tillë kështu. Dhe shkoi atje. Mirë po, meqense kishte shkuar i thanë që të shikonte edhe këto pemët e tjera që t'i krasiste. Dhe kishte disa pemë ky i vllai më i vogël, por meqense ky ishte më i madh, donte edhe të humbiste edhe kohën, shkoi atje dhe bëri. Mirë po, ra nga një nga këto pemët që nuk ishte shumë lartë, një metër e ca. Ra dhe u vra pak në mes. Nuk donte që të shkonte tek mjeku, sepse nuk ishte ndonjë gjë kush e di. Mirë po, meqense u bë e zezë nga e keni parasysh kur bie njeri vritet, sidomos ata që janë të moshuar, nuk më pikset gjaku. Shpesh nuk më pikset sepse është mosha. Dhe u detyrua fëmijët, që është e vërtetë, dhe tha, okej, po shkoj. Dhe shkoj në spitalin e Vlorës, bëri disa analiza, dhe i thanë, kur mbaroi analizat, i tha doktori, duhet vish pak, tha që duhet flasim. Më thuaj, thaj, po jo, edhe kështu si i nguruar doktori, duhet bësh një vizit tjetër, tha, tek disa specialistë në Tiranë. Pse, tha, s'kam gjohë. Nuk kurse ishte një javëra kushtetësi si, po jo thash mi që të bësh një specializim, një test për specializim të specializuar, tha nga njerëz të specializuar. Dhe djali, ky që e njoh dhe unë, nuk tha gjë, nuk i tha gjë të atit. Por kur shkuan në Tiranë, ai spitali i Tiranës i tha tërë çfarë. Shiko, tha, ti je me kancer. Si je me kancer? Si jam unë me kancer? E po shikon te djali. Je me kancer, i tha ata. Por ka një gjë, tha. Ti, tha, e ke patur kancerin, tha, që kur ke qenë, tha, në moshë të re, ndoshta 30 apo 40 vjeç. Çfarë thua, tha? Po, tha. Po atëre pse nuk kam problem, pse nuk kam patur asnjë problem. Nuk dihet dhe askush nuk dinte asgjë. Po pse mi thoni të gjitha këto, tha, nuk e kuptoj. Dhe i thanë ata, po ne jemi të detyruar, tha, sepse erdhe këtu të bësh një analizë, dhe ne po të themi, tha, pam me analiza, tha, e kështu. Doli që andej edhe doli menduar. Nuk foli për gjatë gjithë rrugës, thot i biri. Si përfundim, nuk donte që të bënte vizita të tjera, por e detyrova unë, tha, që të bërim dhe një vizitë tjetër ta në Greqi. Dhe shkuam në Greqi. Për ta bindur, tha, u deshën 2-3 muaj, sepse nuk donte që të vinte. Dhe gjatë rrugës, tha, ishte ashtu i vrarë, nuk thoshte gjë. Shkova, tha, dhe sepse ky shoku ynë, pra i biri, jeton në Greqi. Dhe kështu që pasi shkuan tek mjekët specializuar, bën një vizitë aty, panë që ishte e njëjta gjë, të njëjtat rezultate. Dhe ky i tha të birit, pse ma tha, o bir, tha. Nuk e kuptoj, tha, pse ma tha. Dhe i biri thot, më ka vrarë. Më ka vrarë ajo bisedë që kemi bërë, thot, makinë kur u kthyem. Gjatë gjithë rrugës, tha, më thoshte gjithmonë, tha, pse ma thanë, nuk duhet të ma thoshin. Pse ma thanë, nuk duhet të ma thoshin. Dëgjoni me vëmendje. Dhe kur arritën në shtëpi, o babi, thashta, po buri dhe ota, të gjithë kanë problemet, apo tani boltën, i thash unë, thaj, kur arritëm në Vlorë. Më mirë, tha, të mos ma kishin thënë, tha, sepse unë e di, tha, që nuk do kaloj vitin. Po ç'lidhje ka? Ti ke vajti, tha, 50 vjetë, sepse ai në atë kohë ishte 88 vjeç. Pra, kur e zbuloi, ishte 88 vjeç. I thot ky, i biri, thot, ka ndonjë problem të se ti ke gjithë ato vite, thot, vajti 30 e ca vjet, 40 vjet sa janë, që e ke, thot, dhe s'ka ndonjë të keqe, thot. Me një fjalë, ai nuk të dhan një datë të caktuar, po jo unë nuk duhej që ta dija. Në fakt, mjekët e kishin pyetur nëse ky kishte qenë ndonjëherë tek doktori, tha nuk kam qenë asnjëherë. Po ilaçe ke marr asnjëherë, s'ka marr ilaçe, unë asnjëherë. I kishin dhënë këta fëmijët ndonjëherë shu kur ishte ndonjë dhimbje kokë, unë hidhja poshtë ai, si përdorje. Pra, një njeri që për 89 vjet nuk përdori as ilaçe,
nuk shkoj asnjë ditë tek mjeku dhe kur shkoj tek mjeku, siç ju thash, ai në mendjen e tij u fiksua që pse më than. Dakord. Nuk kaluan 8 muaj. Dhe në muajin e 9 ai zotëri vdiq. Vdiq dhe nuk kuptohet se si, sepse e kishte kancerin, dakord. Tumori ishte i vjetër, që kur ai ishte 30-40 vjeç, si është e mundur që në një kohë shumë të shkurtër nga momenti që ati i thanë këtë, çfarë ndodhi në mendjen e tij që shpërtheu ky tumor? Pse duhet të shpërthente në atë moment? E di që shumë prej jush do thonë tani, po ishte mosha 89 vjeç, s'ka lidhje fare. Unë mendoj që ai mund të jetonte deri në 100 vjet. Po. Por ishte bindja, ajo bindje që, me një fjalë, mendimi që o Zot kam tumor. Pra bindi vetveten për të që u sumur, më keq. Sepse unë them që nëse ti bind veten tënde që shërohesh, unë them që shërohesh. Sa njerëz janë shëruar? Pa shkuar tek mjeku, s'ka nevojë të shkojnë tek mjeku dhe shërohen sepse kanë bindje të fortë. Mbaj mend një shokun ton që ai kishte bindje të fortë, por bëri një gabim. Shkoi tek mjeku dhe aty të godasi me val, me gjithë ato makineri që kanë. Dhe kështu që nuk e përballoi dot, ndonse ishte shumë optimist. Megjithatë, ky fakt më ka tronditur sepse si është e mundur që ai jetoi për më shumë se 50 vjet me tumor që e kishte në trup dhe vdiq brenda 8 muajve sa po e mori vesh. Pyetja është pse? Ndaj doja ta ndaja me ju, sepse më ka mbetur në kujtesë kjo dhe doja që ta ndaja sepse teksa po shikoja disa numra telefoni, më kujtua sepse para ca kohësh me këtë shokun ton këtu, me këtë të birin jemi dëgjuar dhe kur isha në Vlorë. Dhe kështu që më shkoi në mend që ta flisja me ju. Së pari një, doja të thosha që ju dua fort dhe doja që t'ju informoja për këtë, sepse mendja është gjëja më e madhe. Mendja na man gjallë. Mendja është ajo që na jep informacionet, mendja është ajo që na i heq informacionet. Varet se si e përdorim atë. Kështu që nëse përdor mendjen ashtu siç duhet, ti mund të shpartallosh çdo gjë. Ky është mendimi im. Tani pres komentet tuaja. Natën e mirë.